e çmimit të naftës nuk është thjesht një lëvizje në treg, por është baza e një krize ekonomike. Qeveria duhet të aplikojë menjëherë ulje të aksizës nga 36 cent në litër në 20 cent në litër. Kjo seancë e jashtëzakonshme, debat parlamentar, është e domosdoshme pasi që rritja e vazhdueshme e çmimit të naftës nuk është thjesht një lëvizje në treg, por është baza e një krize ekonomike dhe sociale me ndikim të drejtë për drejtë në çdo familje dhe çdo biznes të Kosovës. Duke marrë parasysh se edhe para ngritjes së çmimit të naftës, vendi përballej me një normë të lartë të inflacionit prej 6%, mbi këtë rritja e çmimit të naftës përkthehet automatikisht në rritje tutje të çmimeve të gjitha produkteve bazike dhe shërbimeve, pasi që ekonomia jonë varet kryesisht nga importi. Pra, nafta në Kosovë nuk është vetëm një produkt, është çmim bazë i ekonomisë. Përkundër të gjitha këtyre, institucionet e Republikës Kosovës deri më tani nuk kanë ndërmarrë asnjë masë për të mbrojtur qytetarët, duke i lënë barrën e plot tek qytetarët. Qeveria nuk guxon të qëndrojë si spektatore dhe të përfitojë nga rritja e takseve në këto produkte. Rritja e çmimeve të naftës ka ndikuar në mënyrë të drejtë për drejtë në rritjen e kostos së transportit, rritjen e çmimeve të produkteve bazë dhe uljen e fuqisë blerëse të qytetarëve. Andaj, kjo seancë sot është e domosdoshme për zhvillimin e një debati të mirëfillt, të gjerë parlamentar, lidhur me rritjen e vazhdueshme të çmimeve të naftës dhe efektin e drejtë për drejtë dhe të tërthort që kjo ka në jetesën e qytetarëve të Kosovës dhe në ekonominë e vendit tonë. Mbi të gjitha, për masat që duhet t'i ndërmarrë qeveria dhe t'i miratojë ky kuvend. Kuvendi kërkon nga qeveria uljen e përkohshme të aksizës. Qeveria duhet të aplikojë menjëherë ulje të aksizës nga 36 cent në litër në 20 cent në litër, me afat të përkohshëm deri në stabilizimin e çmimeve në bursat ndërkombëtare. Në 2, kuvendi kërkon nga qeveria ulje të përkohshme të TVSH-s në karburante. Duke qenë se 18% e TVSH-s është ad valorem, do me thënë rritet bashkë me çmimin, qytetarët paguajnë më shumë taks sa më shumë rritet çmimi. Qeveria duhet ulë përkohësisht TVSH-n për naftë nga 18% në 8% deri në stabilizimin e çmimeve. Dhe në 3, kuvendi kërkon nga qeveria subvencionim të çmimit të naftës për sektorët më të ndjeshëm. Qeveria urgjentisht të gjejë forma për të subvencionuar çmimin e naftës për bujqit, bujqësinë, transportin publik dhe prodhuesit vendor.